إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin kur s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar, në javën e kaluar paralajmëruam se do të shpjegojmë pjesën e dytë të hadithit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith thot: "Wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadab ar-rabbi." Subhanallah. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja sekrete e shuan dhe fik hidhërimin e Allahut Azza wa Jall. E shuan hidhërimin e Rabbul Alaminit. Thonë komentatorët e hadithit, të gjithë njerëzit këtu është përmend shuarja sikurse zjarri që shuhet, ashtu me sadaka shuhet hidhërimi i Allahut Azza wa Jall, se Allahu Azza wa Jall me hidhërimin e tij mund të shkatron çdo send, dhe se Allahu hidhërohet kur robi i tij thjen ligjet e Allahut te bareke ve taala. Dhe kur besimtari e jep një sadaka sekrete të fshehtë dhe ajo mbetet mes atij dhe Allahut Azza wa Jall, kjo sadaka e fshehtë dhe sekrete bëhet shkak dhe sebeb që Allahu ati robi, ati besimtari t'ja shuhan hidhërimin e tij. Dhe këtu kemi edhe një sifat të Allahut që theksohet në këtë hadith, që është sifati i hidhërimit. Ashtu siç Allahu Azza wa Jall nga sifatet e tij e ka sifatin që i don robërit e tij, është edhe një sifat që e ka emrin hidhërim, e që Allahu hidhërohet kur robërit e tij thënë ligjet e Allahut te bareke ve taala mbi tokë. O vëllezër dashur, na gjithë jemi njerëz dhe gjithë ka mundësi që ndonjëherë me gabimet dhe lëshimet tona të hidhërojmë Allahun Azza wa Jall. Dhe ky hadith na jep një porosi dhe formën më të lehtë, më të shpejtë se si me shujt hidhërimin e Allahut te bareke ve taala. Na hidhërojmë një njeri dhe mundohemi atë me zbut dhe me pajtu. A kemi menduar ndonjëherë se si duhet me shujt hidhërimin e Allahut te bareke ve taala? Dhe ky hadith na mëson formën dhe mënyrën më të lehtë se si me shujt hidhërimin e Zotit. Pra me një sadaka që është sekrete, me një adhurim që është sekret mes teje dhe Allahut Azza wa Jall. Andaj dhe kur të merrni dhe të lexoni për historinë e burrave dhe besimtarëve të mëdhej, deri më ditën e sodit, do të hasni një realitet se gjithë ata e kanë pas një rit, një sadaka që ka qenë mes tyre dhe Allahut Azza wa Jall, dhe se ka ditë askush nga të afërmit e tyre. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur kategorizon njerëzit që kanë me qenë në hijen e Allahut Azza wa Jall, përmend edhe një njeri i cili ka dhënë sadaka me dorën e tij të djathtë se ka pas e majta. Atë fshet që e ka dhonë, sa që dhe dora e ti tjetër se ka pa. E të mos flasmi që me pa dikush nga njerëzit të kolla ti. E pyetën Imam Ahmedin për Abdullah ibn Mubarekun dhe i thanë: pse po dim shumë pak për ibadetet e këtij njeriut? Edhe pse për atë, kur ta krahasojsh ibadetin e tij dhe punët e tija me tonat na s'dalim askund. Tha Imam Ahmedi: shkaku dhe arsyeja pse dim shumë pak për Abdullah ibn Mubarekun është se ky njeri skajshmërisht
i ka fsheh punët e mira që kanë qenë mes tij dhe Allahut Azza wa Jall. I kam fsheh dhe s'kan mujt njerëzit me apa. Dhe s'kan mujt njerëzit me apa. Subhanallah, kur ndroi jetë Ali ibn Husaini radiallahu anhu wa rahima. Aliu i biri Huseinit, i biri Aliut radiallahu anhu. Nipi Aliut radiallahu anhu kur ndroi jetë, gjithë u mërzitën, gjithë qajtën, se Allahu Azza wa Jall, siç përmendin dietarët, njerëzve që kanë tradit me dhon sadakat të fshat, Allahu në fytyrën e atyre njerëzve mbjell një dashuri që gjithë njerëzit atë e duan. Dhe nuk din ndoshta me shpjegu pse i duan, se nuk vadin sekretin. Por Zoti atyre njerëzve ju jep kabull te njerëzit. Këtyre mubarekave Allahu jep kabull. Dhe njerëzit natyrshmërisht i duan këta njerëz. Dhe kjo është njëra nga arsyet që të shpije kundrejt dashurisë ndaj njerëzve që ti mi dash dhe ato me dash. Dhe nuk mundet njeriu me dhon sadakat të fshat dhe mu përkujdes për të tjerit pa i dash vëllezërit e vet. Dhe ki kujdes rjedh nga një dashuri e flakt që e ka një rob kundër vëllezërve të vet. Dhe që e ka këtë dashuri të flakt mundohet atyre edhe me ju ndihmu edhe i zgjedh gjitha mekanizmat e mundshme që ato mos me i lëndu duke i pa dikush se po i ndihmoj ka filonin dhe se filoni qenë ka halexhi. Jo. Kur ndroi jetë, u mërzitën që të gjithë besimtarët. Dhe ai që e lajti xhenazën e Ali ibn Huseinit pa në supet e Aliut që kishte vija të zeza, e kishte katran, shpatullat i kishte katran të zeza. Dhe gjithë e dini se ky njerëz ka punu punë fizike. So shmar me punë të rënda të tilla. Kurse supët i kishte katran. Dhe e lajtën xhenazën dhe përgatitën, ama gjithë mbetën të magjepsum, pse ki kështu mi pas supet katran? Pyetën për familja vet, nuk e dinin. Nuk e dinin familja vet pse ki supet i ka katran. Kalun disa ditë. Fukarat fillun mua anku dhe me thonë, kina mbet pa ushqim, sepse deri para 2-3 ditëve çdo natë dikush para dere na linte ushqim, na nuk e dinim kush është. Dhe na është ndal, ako mundësi mi thonë ati që me vazhdu. U bo një jehon në qytet, se nuk po kanë ushqim disa fukara, ju ndal, a thu pse u ndal, u kuptua nga të gjithë, sa ai i cili në thellësi të natës kishte çu dhe kishte lënë ushqim në dyert e fukarave, kishte pasqen Ali ibn Husaini, dhe nga ngarkesa e madhe që i ka pas me ushqim, janë bo supet katran. La ilaha illallah. Pasi që ndroi jetë, u kuptu një gjë e tillë. Wallahi ala ka kësi bura. Wallahi ala ka kësi besimtare. Jo ma larg dje isha në një varim. E djali rahmetlikës më thot, vallahi o hoxh, vallahi gjithë kohës ka qenë me shahadet, edhe e dha shpirtin me shahadet. Ka pas mundje shumë të rëndë, por momentet e fundit i ka pas aq të lehta që kur nanën se kom pa ma mirë se sa momentet e fundit. Dhe të vorët, duke e voros rahmetlikën, unë isha prezent. Erdhi një njeri mbi 50-at e më tha, o hoxh, që kjo rahmetlika ka dalë në folke nga ana e djathtë. Tha që kjo rahmetlika, unë e mbaj mend kur na ka pas vdek baba dhe na mbetëm jetima. Që kjo rahmetlika na bike ushqim në shtëpia tona atë shumë unë ngarkoj kësa s'muj kemi i majt keset. S'muj kemi mbajt keset atë shumë që i mbush kemi ushqim nga dashuria për me na dalë susret neve jetimave. La ilaha illallah. Ndoshta sekret që as familja vetë se ka ditë. Na e përmend me Ali ibn Husainin dhe themi subhanallah, ky shembull ka ndodhur në shekullin e parë të Islamit dhe të muslimanëve më të mirë, edhe shekullin 21.
Edhe mas 15 shekujve si pas kalendarit islamik, hala ka kësi besimtar dhe besimtare që përkujdesen në këtë formë dhe në mënyrë. Na ka pas ndodhur një rast shumë i madh, shumë i rëndë në vendin tonë. Dhe më bëj mend që u dash me intervenu për të dikush për me ja largu dikujt një zullum që ishte me burg. Edhe I kimi pas thonë ati personit, te ti na ka qu filani. Filan hoxha na ka qu, pikërisht hoxh ka qenë. Tha ati hoxhës muj me ja haru, se kur kam qenë student, ai për çdo muj më dërgoj ke stipendi. Ai më ka shkollu. Dhe u kthy mi thon këtij hoxhës, ta di se në emrin tënd kimi shku dhe kështu ishte, ta vallahi nuk e di, nuk e njoh. Vallahi tha edhe unë, ndoshta e ka gabim, nuk e besoj që unë e kum kryer atë punë, ama e dinte shumë mirë se nuk ishte njëri vogël ai që e tha atë laf. Dhe pa dyshim që mas ati hoxhës së madh kanë qëndru bura shumë të mëdhej. Që ato bura ju jeni xhamati jam të dashur. Të mësohemi të bëjmë punë sekrete. Të mësohemi të bëjmë sadaka sekrete, se vallahi dhe billahi, edhe nëse nuk dalin në mejdan këtë dunjo, vallahi Allah ta zbar ftyrën në natën e varrit. Vallahi Allah ta zbar ftyrën në momentin më të rëndë dhe më të vështirë në jetën tënde. Vallahi Allahi se kujton, ka në qëtë para teje dhe të qëtë në selamet, e të largon të lashën dhe sikletin ku e ke. E ti ishi bindur se tek Allahu Azza wa Jall, këto njerëz janë të dalluar me të veçum. Andaj, mbetet rregulli që sadakaja ndonjëherë të hipet në formë publike që mi nxit që të gjithë. Kur ndonjëherë ndodh mos me nxjerr hastrën te xhamia, janë disa vëllezër këtu, a di çka më thonë? Hoxhi na prek me ty, pse? Na ki pengu pi sadakas, se na kina ardhur çdo 3 javë me dhon sadaka për xhamien. A dini se ka njerëz që shtin 100 euro i maskon me 10 dinar? Më kanë treguar të bërtë. So nuk rritë parët. Dhe su më interesojnë parët e juve. Na intereson neve gjithë mu mësu me dhon sadaka sekrete. Të 10 dinar që e më shef 100 euro. I gjunë 10 dinar, ama 100 euro janë mrenda. Që këto janë ato e bubekrat tonë. Që kjo është ajo që neve në e vullnet. Edhe o gjallarë tonë, kur si kanë dalë nga thirrja islame. Qëto bura që kanë punë sekrete dhe vepra të mëdha e sekrete që janë vetëm me shtyre dhe Allahu xhalla wa ala. Dhe kjo është që neve në e për energji, vullnet, kur mos me u dorëzu. Edhe kur mos me leju që e keqa me mujtë të mirën. Edhe gjithë dorë për dorë mu kap dhe me vazhdu rrugën e mire të mbarë. Si cilën e ta ban në jetën e vetë një zakon, një tradit, që me pas një sadaka sekrete që është mes ti dhe Allahut Azza wa Jall. As gruja s'ja din, as vllau nuk ja din, as baba, as djale, as kush. Le të jetë ajo mes te dhe Allahut Azza wa Jall, sepse kjo sadaka e shuan hidhërimin e Allahut te bareke ve taala. Dhe për në fund, një mesele që ka të boje me akiden, me imanin, me besimin, që shpesh e ndëgjej dhe e gabojmë në formë kolektive që duhet me përmisu. Këto që bëjmë kështu janë bura të mdhej dhe të mirë, ama në laf gabojmë. Kur vjen dikush e thot hoxh, meri që këto, veç Allahi, unë edhe ti. Kjo laf gabim është ban me thonë. Po duhet me thonën, këtë punë du të adije veç Allahu e pastaj unë edhe ti. Se i tha sahabja Muhamedit s.a.s. Masha Allahu e shit, ka dashtë Allahu edhe ti, tha pejgamberi s.a.s. dhe uskuq, e gjahalteni lillahi nidda? I tha, qka e të bote? Apo mban mu tha barabar me Allahun? Tha, jo ja Resul Allah. Tha, thue, ka dashtë Allahu e pastaj ti. Sparer donë Allahu Azza wa Jall, e pastaj na. Sparer e din Allahu Azza wa Jall, e pastaj na e din. Sparer Allahu do ta dije, e ka dit, e din dhe do ta dije në të ardhmen, e pastaj na. Andaj mësohu me thonë, veç Allahu Azza wa Jall, e pastaj na dy. Kjo është, janë 2 llafe pyetje, ama gabimi është shumë i madh, për cilin gabim u hidhuru Muhamedi s.a.s. dhe u skuq nga mërzia dhe e keqja që e bëri
ai vllai joni e që neve si besimtar nuk na ka hije. O Zot i madh, na i ruaj çdo sadaka dhe na i ban të sinqert, dhe çdo punë na e mundsot që të bëjmë vetëm e vetëm për hir të Allahut te bareke ve taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم بنصرك اللهم وأيدهم بتأييدك اللهم وأيدهم بتأييدك اللهم اشف مرضاهم اللهم وارحم موتاهم اللهم وأطعم جوعاهم اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائهم يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين اللهم أعنهم عاجلا غير آجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة